Abdigjiku ka qenë, të pakën këto 2 palëzjedhjet e fundit, kanë kryetar partije, është kryetari i kuvendit, kryetari i këshillit drejtues. Kjo është diçka që s'është fajtor Abdigjiku, dhe unë mendoj se ky është një nën status ose një çështje që duhet ndruhet me statut, se është tepër pushtet. Po, kjo është duhet më ndruhet tash, për këto s'ka faj Abdigjiku. Ka qenë shefi i grupit parlamentar, kandidat për kryeministër. Pra gjitha përgjegjësitë i ka ai vet. Unë e kam thonë çdo herë, vazhdoj të them se nuk është fajtori i vetëm. Janë edhe të tjerët, ose pse e kanë leju të bëj gabimet e tilla, nuk e kanë ndaluar, ose pse e kanë ndjekur drejt rrugës e tij. Dhe sot, megjithatë kemi njerëz që e kanë mbështetur që po e marrin përgjegjësinë. Ata që janë kanë qenë njerëzit kryesor që kanë mbështetur Abdigjikun, edhe për me marrën pushtet, po deri dikur, sot dalin e thonë po e marrin përgjegjësinë. Nuk janë më antar kryesie, nuk janë kryetar, nuk janë sekretar partije. Pra kanë thonë, kemi hub, na tërhiqemi. Nuk e kanë bërë shumë publike nëpër media, e kanë deponu dorëheqjen e tyre në kryesi ose tek Abdigjiku, dhe të njëjtën ja kanë kërkuar edhe atij. Në fakt ai, dhe këtu është më shumë që është rrit pakënaqësia, kur ai fillimisht e bëri atë. Njëherë tha që e dha, mandej e ofroi dorëheqjen, natën e zgjedh, dhe ky ishte akti i pritshëm në LDK, se kështu kishte ndodhur edhe më herët. Pastaj a ndroi mendjen vet apo dikush tjetër ja mbushi mendjen që ai mos të tërhiqet, nuk e di, por këtu mandej edhe kanë filluar akoma më shumë pakënaqësitë, sepse ishte një praktikë që po prishej. Tash si fitoj, po ashtu është çështje, po ashtu është pyetje. Fitoj, në rregull, kërkush nuk e me numrin më të madh të pjesëmarrësve. Me një shumicë